Faleminderit shumë. Shpresoj që gjithë keni me pas këtë energji edhe të kaluamën në të ardhmen. Unë fatkeqësisht do të jap një lajm të keq për veten. Më duhet ta lësh shtëpinë. Pse? Për disa shkaqe të mia personale. Siç e dini, unë kam humbur djalin e dajës edhe kam varros një ditë para se të vi këtu. Edhe kam menduar që do ta kaloj, kam menduar që me mojt besën edhe fjalën kam ardhë, sepse kështu meriton një produksion i tillë botëror çfarë është Klan Kosova dhe Big Brother, VIP Kosova. Edhe mendova që do t'ja kaloj, do t'ja dal, po smujta për shkak se gjendja ime emocionale s'po më lejon që ta bëjmë lojën ashtu që do. Edhe më duket që me këtë low profile, siç e kam me këtë disponim low, mendoj që veç e dëmtoj. Po sido që t'jetë, unë këto 24 orë kom pa kaq fytyra të bukura dhe energji kaq të mirë sa që nuk e kisha besu kurrë. Kështu që mu më do t'ala shtëpinë edhe shpresoj që të gjithë keni me shkëlqy në mënyrën më të mirë të mundur, se këto 24 orë s'ko mujt me fol, po kom pa shumë edhe kom pa një potencial të jashtëzakonshëm, që mendoj që kam të qenë Big Brother më i mirë i gjitha viteve. Kështu që më duhet të shkoj. Faleminderit shumë.